Në gjithë globin, festa e 1 maj të njohur si dita ndërkombëtare e punëtorëve shënohet me një përzierje të protestave sindikale dhe shëtitjeve në natyrë, duke reflektuar si kërkesat për të drejta, ashtu edhe traditën e festimit. Ekipi ynë ka qëndruar në terren sot për të kuptuar më shumë rreth mendimeve të qytetarëve. Njëri prej tyre u shpreh se protestat janë të nevojshme e të arsyeshme dhe se duhet të bëhet më shumë në këtë drejtim. Protestat gjithsesi janë nevojshme edhe të arsyeshme, për shkak se sipas disa informacioneve, pra këtu në Kosovë në 5 vitet e fundit thuhet se 97 punëtorë e kanë humbur jetën në vend të punës, kështu që unë mendoj që duhet bëhet më shumë këtë drejtim. Ndërkaq, një tjetër qytetar u shpreh se ndonë se në shtete tjera është zgjidhur prej kohësh çështja e sektorit privat, në Kosovë tashë 27 vite, situata nuk është e mirë. Të po që në për shtetet që janë përpajimtare, shtetet perëndim edhe krejt, ata kanë zgjedhur çështjen e sektorit privat. Kurse të na që 27 vite në shekullin 21 katastrofë është privatizimi. Thonë pa ato se pishini që më shumë të pihojnë klasa punëtore, sidomos në ndërtimtari edhe në për këto. Ata fitojnë, milionet i fitojnë edhe nuk e shohin të arsyeshme. Po që nuk kem ligj, nuk ka ligj për mbrojtje, se me pas ligj mbrojtje, në perëndim, ja shkel drejtën, po ka advokatin, edhe i merr krejt ato shka duhet, si atë në drejtën. Këtu të nëse mbrojnë. Po ata që s'kan shpirt tjerë, tonë atë fitim me favorizu, me dhon pak ma tepër se punon me orar gjatë, në vendet rrezikshme, për shenet ndërtimtari edhe për hupin jetën. Familja tina të përshtymet, po që ja punëtorë, nuk ka kur farë sigurie. Ndërkaq, gjatë ditës së sotme, me rastin e ditës ndërkombëtare të punëtorëve, dhjetra punëtorë të sektorit privat protestuan duke ngritur shqetësimet për kushtet e rënda të punës, pagat e ulta dhe mungesën e zbatimit të ligjeve në fuqi. Protesta e organizuar në kryeqytet nga Federata Sindikale e Punëtorëve të sektorit privat nisi nga sheshi Zahir Pajaziti për të vazhduar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës.